Të nderuar shikues të Veriu Sport, ju përshëndesim drejt për së drejti nga stadiumi Loro Buriqi i Shkodrës. Jemi në pragneshjen e javës së 5, kategoria superiore vllaznia Vora. Kam përzgjedhur sot në bashkëbisedim tashmë të zakonshëm për Veriu Sport për të marrë një opinion përpara ndeshjes me trajnerin e mi njohur Samuel Nikaj. Profesor, gjetet kohët sepse angazhimet tuaja janë edhe me kategorinë e parë dhe urime për performancën mjaft pozitive se keni pasur të javët e para përfshirë ditën e djeshme. Jeni në Loro Buriqi për të ndjekur vllaznin tuaj ku jeni rritur si futbollist dhe si trajner. Normalisht akratësi edhe si më tash një vllazni bajagi e mirë edhe por na mep një satisfaksion me lojërat e mira dhe shpresoj që edhe sot na kënaqen e të shohim një lojë të mirë dhe një fitore të pastë. Javët e para si keni Mendoj që vllaznia ka bërë performancë mirë, nga ndeshja në ndeshje, pavarësisht rezultateve edhe në përvazhdimsi një besim sepse janë lojtarë shumë mirë, është një skuadër shumë e plot, edhe me lojtarë shumë të mirë nga cilësia, por thjesht duhet sot komponohen pak sepse kanë ardhur dhe me vonesë disa lojtarë që bën diferencë, siç Kallahu, Kastrati e tjetër. Momentin që edhe kjo në premja na napin një frymëmarrje tjetër, mendoj mos në premjes të kombëtarëve, besoj që atje do të shohim vllaznin e vërtet. Nga barazimi dramatik po themi në Niko Dovana, kur vllaznisë iku nga duart një 3 pikë ndoshta i merituar sot përballë Vorës në Loro Buriqi. Më thonë drejtën, na prishi punën e 2 pikësh, ishte mirë që t'ishte, kishte mundësi me vrarë ndeshjen, megjithatë kështu e ka futbolli. Besoj që sot me Vorën do të jetë një ndeshje e fortë, sepse Vora është një skuadër që ka nga kategoria e parë, por që ka bërë mirë këto javë të para, janë do të jenë 3 që duhen më afirmu edhe lusin me shpirt, lusin me zemër, nuk ka për të kanë lehtë, por shpresoj që kualitetet tona të bëjnë diferencën edhe të fitojmë. Ka disa mungesa sot tek formacioni i vllaznisë, ku ajo më e dukshme është kartoni kuçi gurishtës i marrë në Niko Dovana, por edhe disa të dëmtuar. Por gjithsesi, në opinionin sportiv thuhet që vllaznia ka 2-1 dhe nuk besoj se Niko Martini do ta huaj për të gjetur zëvendësuesit e tyre. Jo, absolutisht nuk e vëm dyshim që ata që do të losin në vend tyre do të bëjnë maksimumin edhe do të losin mirë, do të performojnë mirë. Vllaznia dhe çdo ekip tjetër duhet ketë gjithmonë potencial në stol, sepse kampionati është i gjatë, kartonat, dëmtimet janë evidente, kështu që nuk do të njihet mungesa aty, ne them që do losin skuadra shumë mirë dhe do të fitojnë. Duke hedhur një vështrim edhe formacion mund ta shikoni edhe më saktësisht. E pash edhe më herët, mendoj që Krymi do të losin çantën e mbrojtjes në vend Gurishës. Pjesa tjetër Dros në vend Krymit edhe pjesa tjetër janë ata lojtarë që kanë luajtur zakonisht. Shpresoj që individualiteti i Kallakut, Moratit edhe Kastratit, po pse jo dhe Jagos e Imals, duke llogaritur që edhe Bola është që në sulmuesi më i mirë Shqipërisë, them që do të bëjnë diferencën edhe do bëjmë fitore të pastë. Ka një ide në opinionin sportiv që sot vllaznia duhet të fitojë me goleat ndaj Vorës së debutues të parë. Këto fitoret me goleata kjo lloj euforie të shkodër gjithmonë veç ka prish punë, por shpresoj që tekniku Martini dhe lojtarët që kanë goxha fort eksperiencë nuk do të binë në këtë batak të tyne muhabeteve që jo me goleate me kështu. Fitoria vlen 3 pikë si 1-0 si 3-0, kështu që unë shpresoj që na të fitojmë rrallë parë, mandej pjesa tjetër sa më shumë spektakël ketë as më mirë, se na shkodron të tona spektaklin, lojen që fitohet me goleade edhe me lojë të bukur, por në rëndësi në fundit janë 3 pikë. Në këtë mbyllje të bisedës të pragneshjes vllaznia Vora, diçka shkurtimisht për ju në aspektin personal, si vjet një përvojë e re në krye të Borrelis, që në fakt e keni trajnuar edhe më herët. Po me thënë drejtën, jam si shtëpi teme, është një ekip që vjet ka bërë një sezon shumë mirë, shpresojmë që edhe si mirë ta bëjmë një sezon të tillë. Tjena në 3-4 vendet e para, objektivi nuk është maksimal që me u ngjitë në Super League, por është që promovojmë lojtarë të ri, kena lojtarë të ri, kena djem edhe për Shkodër si portieri Dani që mendoj që do të kishte qenë edhe për vllaznin një kandidat i fortë për me luajtë, sepse është shumë portier i mirë. Edhe disa djem të ri tjerë kena që po mundon atë afirmojmë edhe të bëjmë pjesë Super League, edhe na jena në zonën komode në 6 parë. Kaq është objektivi. Deri tash kena filluar mirë përveç humbjes në Korç. Javën e parë që na mujti me golat 3-0, dihet që s'kanë nevojë ambicet e tyre. Pjesën tjetër kena bërë mirë, kena bërë 2 fitore, 2 barazime. Shpresoj që të vazhdojmë kështu ndeshje për ndeshje duke marrë pikë. Gur bëhet mura dhe sa më shpejt të kapim ato pikë që mos rrezikojmë me rënien prej kategorisë. Si u ka pritur ambienti matjan? Ja, me thonë rikthim tuaj. Un kam kanë edhe futbollist në Super League kur ka kanë Borrelli atë vit edhe një herë tjetër kam kanë drejtor teknik, një herë tjetër kam kanë trajner.
Kështu që jam si shtëpi time, më duket vetja si Shkodër, sikur del në Baqallek kur del në Borrell Listaj. Samarnike, faleminderit për të bisedë. Përpara akoma studimit jemi drejt për drejt me Veriu Sport, pra ishim me Samarniken, ish trajner dhe ish futbollist tek Vllaznia dhe në disa skuadra dhe brenda dhe jashtë Shqipërisë. Një ekspert thuhet për kategorinë e parë dhe për skuadra për të ngjitur me prezencat e Borrellit keni. Po ta shohim, surprizat po tjenë. Fat, por edhe Vllaznis ju urojmë sot. Vllaznis patjetër. Një fitore nga Borrelli për të vijuar marrësimin drejt titullit. Shpresoj që është viti i duhur. Kaq për lidhjen e parë në pragneshjen Vllaznia Vora, shpresojmë të jemi përsëri së bashku në pushim të ndeshjes si dhe në mbylljen e takimit Vllaznia Vora. Deri atëherë mirupafshim.